Çdo kampionat në fazën e fundit bëhet vërtet emocionues, interesant, sepse ndahen, le të themi, ato vendimet e kontributit të një viti, kështu që ka vërtet më shumë, le të themi, garë, më shumë impenjim, sidomos ka skuadrat që pretendojnë për më shumë nga ky kampionat. Unë nuk mund të them, nuk mund të parashikoj asgjë, gjëja që është më e parashikueshme nga të gjithë është që pothuajse 4 skuadrat që do marrin pjesë në turneun final në stadiumin kombëtar, pothuajse janë përcaktuara mbase me një le të themi diskutim mes Partizanit dhe Elbasanit, tjerat pothuajse janë përcaktuara Vllaznia, Egnadia dhe Dinamo. Tashmë fatkeqësisht në fund kampionati jo të gjithë janë të gëzuar me rezultatin, por duhet të jenë të gëzuar me lojën dhe me kontributin që kanë bërë gjatë vitit. Gjithë garat kanë emocionet, le të themi, specifike. Ka emocione për të qenë pjesë e Final Fourit, ka emocione për të qenë, le të themi, kampion, apo emocionet e veta për të siguruar apo për të siguruar mbijetesën, siç e thatë ju. Lufta më e ashpër për momentin duket sigurisht në fundin e tabelës, ku është vërtet shumë i ngjeshur, nga vendi 6 deri tek vendi i 10. Investimet e përbashkëta të bëra në futbollin në Shqipëri janë vërtet shumë, por duhen akoma më shumë. Projektet që ne kemi dhe po vazhdojmë të implementojmë janë të shumta, siç e thash, vazhdon projekti 100 fushave, pra sepse smundja kryesore e jona është fushat e stërvitjes dhe jo ajo e lojës. Do me thonë një lloj mënyre, infrastruktura e zhvillimit të aktivitetet, sidomos e kampionatit kategorisë superiore, është në nivele të kënaqshme. Stadiumet janë bërë, disa stadiume në Shqipëri janë në projekte të reja që do të rikonstruktohen, apo do rindërtohen, jo rikonstruktohen, ato 3 projekte që tashmë janë prezantuar dhe i shtuar dhe një projekt i 4 dje për stadiumin Selman Stërmasi, që besoj do ta çojnë në një stad akoma më të lartë, apo më të kënaqshëm, apo më të pranueshëm nivelin e stadiumeve e infrastrukturës sportive për futbollin e luajtur. Ky është një projekt, apo janë projekte që do vazhdojnë, asnjëherë ne nuk mund të themi që mjaft, sepse akoma më shumë, sa më shumë shtohet numri futbollistëve, sa më shumë shtohet interesi për futbollin, aq më shumë duhen ambiente më të përshtatshme për të pasur aktivitete me nivel më të mirë organizimi dhe me kushte më të mira për spektatorët. Mbetet sfidë për klubet, por edhe për Federatën e Futbollit, që këto stadiume të reja të rikonstruktuara, të bukura, të mbushen, po me njerëz kaq të mirë që ta mbështesin futbollin.